Selam aleikum hoç, deshta me vet për devën, për shka është e krijuar, se nita prej dikujt thojke që devja është e krijuar për shejtanit, edhe a ka hadith. A mundesh më kallëzu, edhe nëse ka hadith të saktë, Allah shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka një hadith të saktë, të cilën e ka transmetuar Imam Ahmedi, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka udhëzuar sahabët që nëse sahabët që në konë të marrë me rritjen e kafshëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse nuk gjoni vend ku mu faloni në shtallën e dhenve, s'ka problem. Faloni në shtallën e luvëve, s'ka problem. Por mos u falni në shtallën e deveve, ose në vendin ku rrin devet. Për shkak se ajo është krijuar prej shejtanit. Kjo është transmetimi i Imam Ahmedit, për cilën dietarët e hadithit kanë thonë hadithi është i saktë. Qysh është shpjegimi që devja o krijuar prej shejtanit? Në argumentet e përgjithshme, Allah subhanahu wa taala nuk ka sjell asnjë argument, përkundrazi e ka sjell të kundërtën, që Allah subhanahu wa taala për një krijesit krijon krijesa të tjera. Khalaqna kulla zawjayn ithnain, thot Allah subhanahu wa taala, çdo krijim e kemi krijuar, domethënë veç çështo që janë krijesat, që janë të krijuara. Të gjitha krijesat, devet që janë krijuar çështo. Devet janë krijuar deve. Jo nxjerra për një krijesë tjetër. Njerëzit që janë krijuar çështo. Jo të krijuar për një krijesë tjetër, sikur që thonë ata për majmunit. Edhe delet edhe të gjitha krijesat janë të krijuara të tilla çfarë janë. E çish është shpjegimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos u falni në venet shtallat e deveve, për shkak se ato janë krijuar prej shejtanit. Komenti ka disa shpjegime që kanë dhënë komentatorët e hadithit dhe të gjitha shpjegimet janë të sakta. Prej tyre, ato janë të krijuara sikur që janë të krijuara shejtanit. Ky është kuptimi i saktë. Jo se devja është fëmia i shejtanit. As me thonë që është devja pasardhës e shejtanëve, jo. Por devja Allah ka krijuar prej asaj që i ka krijuar shejtanët. Domethënë krijimin e kanë prej një bazë, prej një materiali. Për shembull, njerëzit janë krijuar prej dheut, Ademi alayhis salam. Melekët janë krijuar prej dritës. E gjinët janë të krijuar prej zjarrit, edhe devet janë të krijuara prej zjarrit. Domethënë janë të krijuar sikur që janë shejtanët. Kjo është një koment. Komenti i dytë, thonë komentatorët e hadithit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përngjasuar deven me shejtan për shkak disa cilësive që i ka devja sikur që i kanë shejtan. Prej tyre inatin. Do thonë devet e kanë inatin shumë nalt sikur që e kanë inatin shejtan. A iblisi ka bërë betën e çe për shkak për kur gjëhesh. Bënë se gjë ose bëjë kush jam unë, por kur kush si hesh. Inati i madh edhe cilësitë e tjera që i kanë përmend dietarët për shkak se e kanë ngjashmërinë me devet me shejtan. Dhe e treta, në disa transmetime të tjera, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se edhe devet, sicila prej deveve e ka një shejtan, sikur që e kanë njerëzit kanë karin që ka ardhur në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose devet janë të mbështjellura ose të sillen rreth tyre shejtanët. Po të ishte që janë shejtan, normal se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kish më lënë, ose Allah subhanahu wa taala nuk kish më lënë të lejuar mishin e deveve. Me pas qenë shejtan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kish fal në shpinën e deveve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u fal duke qenë hyp në deve. Po të ketë qenë shejtan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lënë devën sutre, kur u fal namaz, e ka pas devja e cila ka qenë, nuk e merr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shejtanin sutre për me fal namazin. Do thonë hadithi është i saktë
e transmeton Imam Mahmedi dhe dietarët e hadithit kanë thënë se është hadithi i saktë dhe kuptimi i hadithit më afër të kuptimit të hadithit është se ato janë të krijuara sikur që prej asaj prej të cilës janë të krijuar dhe shejtan vallahu a'lam.